Serbë shqiptar janë arrestuar viteve të fundit në Kosovë në ndryshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Arrestimi i fundit për dyshimet e tilla ndodhi më 6 muaj dhe i arrestuari dyshohet se spionimin e bënte për rreth 700 euro kompensim. Derisa shpeshtohen rastet, njohuesit e sigurisë thonë se inteligjenca serbe ka shtrirë rënjët në të territorin e Kosovës ndër vite. Në vitet e fundit, institucionet e sigurisë së Kosovës kanë shtuar përpjekjet për të luftuar dhe për ndarjen e dyshimit të spionazhit, kryesisht në favor të shërbimeve inteligjente serbe. Policia dhe prokuroria speciale kanë realizuar disa arrestime në kuadër të hetimeve për cënim të sigurisë kombëtare. Më poshtë, paraqesin disa nga rastet kryesore, duke ngritur pyetjen: a është vërtet kaq aktive inteligjenca serbe në Kosovë? Rastet të spionazhit të dyshuar. Më 7 maj 2025 u arrestua Hysri Senimi, shtetas i Kosovës, në ndyshimin se bashkëpunonte me Agjencinë Serbe të Inteligjencës. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet se kishte dërguar të dhëna për persona të radikalizuar dhe pjesëmarrjen e tyre në luftën e Sirisë. Selim kishte luftuar për krah ISIS dhe ishte dënuar me bullgim pas riatësimit. Për një kompensim prej rreth 700 eurosh, ai dyshohet se kishte ndarë informacione me BIA-n përfshirë të dhëna për zyrtar politik dhe institucionet të sigurisë. Në qershor 2024 u arrestuan edhe 2 shtetas të tjerë kosovar, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, të dyshuar për spionim në favor të BIA-s. Shabani akuzohet se ka shpërndar informacione që nga periudha e luftës së viteve 1998-99 deri në arrestimin e tij, ndërsa Qerimi dyshohet se ka dhënë informacione për UÇK-n, Policinë e Kosovës, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe dëshmitarët e gjykatës speciale. Në shkurt 2025, një punonjëse serbe OSBE-s në Mitrovicën e Veriut u arrestua në ndyshimin për bashkëpunim me inteligjencën serbe, pasi dyshohej për shpërndarje të informatave të ndjeshme. Arrestimet të tjera dhe reagimet. Më 15 prill 2025, ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Zveçla njoftoi për arrestimin e 16 personave, përfshirë 4 oficerë të dyshuar serb të inteligjencës. Megjithatë, shumica e tyre u liruan për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme. Eksperti i sigurisë Burim Ramadani thekson se rritja e arrestimeve tregon për përpjekje të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim të Kosovës. BIA serbe, sikurse edhe në dekadat e kaluara, mbetet shumë aktive në minimin e shtetësisë së Kosovës. Në bindjen time është krejtësisht e qartë se Serbia ka plano ose programa afatgjatë që ta bëjë Kosovën së pari të pajetueshme, së dyti të vendosur në destabilitet të brendshëm dhe së treti të thellojë përçarje midis shumicës shqiptare dhe komuniteteve të tjera, ka deklaruar Ramadani. Ndërkohë, Agjencia Serbe e Inteligjencës ka mohuar kategorikisht se ndonjë pjesëtar i saj është arrestuar në Kosovë. Megjithatë, organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare vazhdimisht kanë ngritur shqetësime se Kosova mbetet e ekspozuar ndaj ndikimit të strukturave paralele serbe dhe përpjekjeve për destabilizim.